Natyrisht në respekt të prindërve të Albinës, ama lejoni? Tallesh ti me gjithmonë e ke? Po, pse jo? Do me gjujti? Hajde, E mërshme. Presun. Shiko, unë e gjuj me një se di që ata nga peja nxjerrin gjoksin, kështu si kështu që ta provoj një herë. 1 2 3. Albina! Albina është në finale! Albina, më thuaj të vërtetën, çfarë të shkojë në përmendje, apo më vonë? Më do ke vetja si nëndër edhe thësha i sholla po çuna ma shpejt edhe është e vërtet kjo aden edhe se në fakt unë jo marrë të nevojë edhe veç e kom zbulu veten që di me kënu se kom pas këtë mendim për veten. Ti si do qoftë erdhe në The Voice me dëshirën apo pa dëshirën e prindërve? Ke një lidhje shumë të veçantë me babain tënd, pa asnjëherë nuk ka shtyrë që të bëhesh këngëtare. Okej, instrumenti është tjetër gjë. Po, normal. Nuk më ka shty, sarë këm dashtë me këllu dikon, nuk më ka leju, edhe një ditë kem bisedu për Voice-in edhe më ka thonë nëse dënë me këllu, e ki Voice-in, edhe unë thash, ati ko shumë të fort, nuk jo mëne për atë, edhe po kur aplikova për këto kam punu shumë për një vetë, po prapë kur e erdha këtë mbajnë se më kone sigur për... Pra ti kur ka ardhur në blind nuk e qenë sigurt, pavarësisht se u shtypën u shtypën u thyen ato butona. Jo, në thësha veç një inshallah kthehet. Se për që kthehen të 4 sekondit, e kom mendu edhe atë pjesën te kry, vona gati, për shkoj të shvija, u kry Voice-i për mu. Se baligja jote ka qenë gjatë gjithë kohës gati edhe në audicionet të fshehura? Gati, që zhjo. A ka në një moment që e mban si më të bukurin e këtij edicioni? Në fakt ka, te konga sus, kur kom ndu se di që kom pas emocione na i herë ma shumë një tem, është emocioni pa përshkrushëm se di veç kom thoni shala muj me që kongën deri në fund, se kom ndu që kom e leon gjys, qatë shumë mu pi kontroli, nuk e di, s'di që kom ndu kongën. Tirana është një qytet që do jetë jetojë në të ardhmen apo? Po, mendoj me jetu këto në të ardhmen, pse jo, më pëlqen shumë, është qytet shumë, se di, po këto kom fitu edhe shoqëri shumë, edhe po më duket shumë mirë këto, po kom fitu edhe një familje dytë. A se ti nuk ri në hotel? Jo. Kur ri këtu? Unë ri të Ranja, cila ishte këto konkurrente në Voice, po familja e saj na më ka ofru mu me ndajt me familjen e saj edhe nuk e di që shkom ja këthy këtë nderë ka ishtë matë që po bën atë gjithat për kujdesje për mu baba i saj. Sa interesante, shumë fat. Faleminderit.
Albina këndoi një tjetër cover të Kthjellu, jo të Jericho, është Kthjellu. Okej, më bëhet qefi që e zgjove publikun të paktën. Albina Kelmendi janë me ty. Kush janë ata që janë me ty? Kush janë? Më pas kanë bërë surprizë, nuk e di që kanë pas me ardhe. Janë shokët e klasës, apo jo? Në fakt, nëse Spishopi Drita është profesori, me Emli Kelmendi dhe Marigo. Si dritë? Atëherë, për te emocionit që materialet tilla i dhurojnë publikut, duan rrallë partë jemi ndershëm me veten time, me atë zanat që më kanë mësuar në Akademinë e Arteve, atë zanat që unë ushtroj prej vitesh në Teatrin e Operës dhe të Baletit. Realisht, materialet tilla, përveç emocionit që i falin publikut, fatkeqësisht nuk tregojnë vokal. Jam i detyruar ta them diçka të tillë sepse në të kundërt do hidhja balt mbi gjithë ata konkurrentë që kanë kaluar gjithë këto 4 vite këtu në Voice of Albania. Unë e njoh shumë mirë Albinën dhe ja vlerësoj absolutisht materialin vokal. Dhe prandaj unë ngulmoj dhe kam qejf që ta shoh me gjëra të mëdha. Ashtu siç këndojnë konkurrentët e Almës, të tjerë që kanë kaluar edhe në javët që janë skualifikuar më saktë. Kështu që nuk doja të zgjatesha më tepër. Okej, do me thënë ti mendon se performanca nuk tregon vokal, përsëritet historia, më vjen keq. Me historinë përsëri me Jericho. Kur këndohet një këngë e Jericho, Jo, absolutisht kam shumë respekt për Jericho dhe sidomos për solistin e tyre Petritin, por materialet femërore të lutem janë ato materialet të cilat i këndojnë divat, që ti e di shumë mirë se për kë kam fjalën. Whitney Houston me shoqe, sepse për mua është furora e vokalit botëror. Jo, unë jam dakord me këtë. Natyrisht nuk duat që të Voice është voice. Nuk duat të mbaj anë, megjithatë shumë e rëndësishme edhe ajo që shkon tek publiku. Nuk mund të bazohet në teatr. Respektoj shumë shpirtin dhe emocionin që ka ajo vajzë, është artiste e lindur. Ka dhe vokal shumë të mirë, por fatkeqësisht. Okej, je më tepër i fokusuar tek zgjedhja e këngës, që do të ishte një tjetër këngë që do të shfaqte më shumë aftësitë e Albinës. Absolutisht po. Okej, Alma. Shiko, mua më duhet të pajtohem me si dritin. Jericho, e kam thënë edhe në herën e kalume. Petritin e kam shumë mik. E kam mik të familjes. Është një këngëtar i mrekullueshëm, një band fantastik. Këngët e Petritit janë këngë proteste. Unë do doja që Albinën ta shifja me një material në tjetër dimenzion, sepse vajza posedon një vokal të shkëlqyer, ka një ambitus vokal tepër gjerë, një regjistër, ka unifikim nga notat poshtë deri në notat sipër. Është një vokal për ta pasur lakmi Albinën. Prandaj do doja ta shihja me një material tjetër. Okej, Genci. Qëre, unë jam fan shumë i madh i Albinës, edhe mas pari është shumë vajzë e mirë edhe shumë pozitive, edhe ka një talent të rrallë. Definitivisht, për muzikë më përgjithësi, jo veç për këndim. Po më duhet me u pajtu me dy kolegët e mi, se kjo këngë sot na e ka tregu një historie cilën veç e kemi ndëgju për Albinës, e unë kom pas qef, Albina në këtë finale me është përfaqë në tanësi, aftësinë e saj vokale dhe artistike, gjë e cila jo domosdoshmërisht unë mendoj është arrit me këtë performancë, sidoqoftë unë duna me theksu shumë qartë që për një unë mendoj që Albina është një kantore shumë e rëndësishme. Okej, ishte zgjedhje e jote apo e Elsës, apo ishin të dyja mendjet që u bën bashkë dhe ju vendosët të bënit prap Jericho në finale? Gjithmonë bashkëpunojmë. Okej, Elsa. Po marr spundo nga fraza e fundit e Albinës që thot gjithmonë bashkëpunojmë. Unë asnjëherë nuk i kam detyruar asnjë prej konkurrentëve të mi të marrë një këngë apo një tjetër. Jo, nuk është detyrim, se sa është një lloj, le themi, nuhatje që ju e keni më të zhvilluar se sa ata. Albina vetë
disa mëngjese më parë, më tha Els, unë jam kjo është identiteti im, unë ja kuptova forcën e saj, unë tha, nuk jam në Voice për të kënduar Whitney Houston, tekstualisht, është kështu Albin, por unë jam në Voice për të gjetur vetë vetën, dhe vetë vetën e kam gjetur këtu, tek roku, kjo jam unë, kjo është shpirti im. Dhe duke qenë se para një jave Albina këndoi dhe për të 100-ën herë na emocionoi me This is a Man's World, që ka për të kënduar, shpesh e rënd 2 tonshë, ashtu siç zakonisht thuhet këtu, këtë javë në finale, duke qenë se Albina për javë të tëra, për muaj të tërë, ka demonstruar se ditë këndoj, se ka vokal, ka teknik, ndonë se këndon vetëm për një viti dhe ndonë se ende si ka mbush 17 vjeç. Por, Albina, doja që në këtë finalet madhe, bashku me të, duke qenë se i kishte shpalosur tashmë, materialin e ardhshëm është shumë i kënduar, po flasim për këtë material, Albina ka kënduar shumë për gjatë këtyre 3 muajve. Na ka thënë se ditë këndoj. Sonte, edhe një herë, unë doja që ajo të ngjitej një grad më lartë thjesht konkurrimit një zërin Voice. Doja që të laçonte një mesazh. Një mesazh, zgjohu nuk është i vogël. Një mesazh i thënë nga një vajzë 16 vjeçe, e pastër, e virgjër, e emocionale, artiste, e lindur, ti thot zgjohu kësaj bote të 2015-ës, jo vetëm Shqipëri, po kudo, e cila po flegjum, mua mu duk më tepër e rëndësishme se sa të tregoheshin vetëm disa vlera vokale. Okej. Kaq. Nëse doni që Albina të fitojë The Voice of Albania 4, votojeni, dërgoni emrin e saj Albina 56666 nga Shqipëria 55099 për miq që na shohin nga Kosova. Edhe një herë Albina, faleminderit shumë.